kjo mrekulli që Jezusi bëri, Jezusi i përgjigjet shumë njerëz në fakt thonë e përdorin atë shprehjen që është biblike ti thuash i kthesh përgjigje gruas, ç'ke me mua o grua? Ka ime s'ka ardhur ende. Kur gruaja të kërkon të bësh diçka ti mund t'i thuash, ç'ke me mua o grua? Është biblik, e gjem në Bibël. Ndërsa Jezusi ishte, le të themi, në ato fillimet e veta të shërbesës së tij, të ministrisë së tij, ai siç Jezusi e përmendi tek aty, ka ime nuk ka ardhur ende. Ishte i ftuar në dasëm, besoj që ata ishin rreth miqësor, mund të ishin kushërinjtë e tij. Edhe ndërsa bëheshin këto përgatitje të mëdha, ata mund të kenë ardhur në përfundimin që nuk e kanë llogaritur mirë se sa verë mund të konsumohet. Edhe nëna e tij, kur e vuri re që nuk kishte verë, edhe imagjinoni, kur bën një dasëm ose një festë të madhe, edhe kur diçka nuk shkon ose kur nuk e ke, që mungon, fillon edhe të zë panik. Edhe Jezusi që ishte si ftuar, tha me pak fjalë, ç'ke me mua grua, nuk është detyra ime. Por Maria duke qenë një grua jo vetëm që kërkonte që të jepte zgjidhje, por ajo e dinte sepse e dinte që nëse do të vendoste në atë lloj situatë, do të ishte goxha e vështirë për t'i dhënë zgjidhje atij lloj problemi. Edhe pikërisht në atë kohë që për të bler verë ose për të bler diçka duhet të ecje gjithë ditën të shkoje tek tregu, le të themi, edhe që ti mund të bleje çfarë të nevojite. Edhe ata nuk e kishin kohën në dispozicion për këtë gjë. Edhe Maria e dinte shumë mirë kush ishte Jezusi. Edhe vini re përgjigjen e Jezusit edhe përgjigjen e Marias. Maria e dinte shumë mirë kush ishte Jezusi. Neve e dim historinë se si u ngjiz e se si lindi, edhe nëse ju kujtohet kur Jezusi lindi dhe bën gjithë këto gjëra, edhe këto shenja që ndodhen, edhe njerëz të ndryshëm, dietar, me pozitë të pasur, erdhën aty dhe i dhanë dhurata dhe adhuruan. Edhe aty thuhet në shkrim dhe nana Jezusit i ruante këto gjëra në zemrën e saj. E tani erdhi momenti dhe ajo e dinte shumë mirë se çfarë ishte Jezusi i aftë të bënte. Ajo e dinte që Jezusi ishte biri i Perëndis, ajo e dinte që Jezusi do ta bënte këtë gjë. Shiko, ju kujtohet ajo thënia tek Jakobi që thotë unë besoj, më trego besimin tënd me vetë, pa vepra dhe të tregoj besimin tim me vepra. Ju kujtohet gjithashtu tek Jakobi thuhet edhe demonët besojnë që ka një Zot edhe dridhe sa herë që e kujtot. Po pse ka rëndësi kjo çfarë përmend? Maria e dinte, e njihte kush ishte Jezusi dhe besonte tek Jezusi. E dinte çfarë që do e bante dhe besonte që do e bante. Dhe u dha, i këshilloi, le të themi, ose i dha urdhër dishepujve të Jezusit, shërbëtorëve, i tha, bëni çfarë ai ju thotë. Shpeshherë në lutjet tona neve besojmë, nuk e kemi pikë dyshimi, ose edhe unë që po andaj me këtë, nuk e kam pikë dyshimi që juve besoni tek Perëndia. Por problemi tek besimi ynë është në momenti kur neve lutemi. Shpeshherë lutjet tona janë thjesht për të mbushur ajrin,
për të nxjerrë atë dufin, llafet tona, fjalët tona. Problemi qëndron që neve besojmë që Zoti mund të bëjë shumë gjëra, por aty ndalet. Neve shpeshherë zgjedhim, ku ta di unë, mos besojmë ose nuk besojmë që Perëndia do na e bëjë neve këtë gjë. Një problem, një zgjidhje problemi. Maria e dinte që Jezusi mund ta bënte. Dhe i këshilloi shërbëtorët e vet, bëni se çfarë ai thotë. Neve i lutemi Perëndis, çfarë na thot, cila ishte një nga këshillat që Jezusi i jepte dishepujve të vet. Besoni, mos keni frikë. Ju kujtohet në më vonë edhe do të kalojmë dhe do të shikojmë edhe në një rast kur dishepujt po përpiqeshin që të dëbonin një demon, por nuk e arritën dot. Dhe ai dëbohej me lutje dhe me agjerim. Edhe Jezusi tha: "O njerëz besimtar." Herën e kaluar neve u ndanëm tek Jezusi, ushqejmë 5000 veta. Ata hypën në anije dhe thanë Jezusit: "Hajde shkojmë diku në qytet që të shkojmë blejmë bukë se s'kemi të hanë." Po mirë, tha Jezusi, neve sa po ushqyem 5000 veta, kurse ju tani po thoni hajde të shkojmë blejmë se s'kemi të hanë. Edhe Maria këtë gjë e dinte. Cilat janë hapat pra, ku neve shkojmë dhe kërkojmë diçka tek Perëndia. Ne e paraqesim nevojën tonë, dhe cili është hapi tjetër? Bëjmë saktësisht çfarë Perëndia na thot. Shikon, vargu 3. Dhe si mbaroi vera, nëna e Jezusit i tha atij: "Nuk ka më verë." E zuri paniku. Shikon, nuk tha asnjë gjë tjetër. Ore na duhet verë, ore shko blej verë, ose si da bën çik verë. Po tha, nuk ka verë. Dhe Jezusi tha: "Ç'ke me mua o grua? Ora ime s'ka ardhur ende." Me pak fjalë, nuk është përgjegjësia ime. Unë jam i ftuar të ndasëm, ti më thua s'kemi verë. Po ç'a pastaj? E paraqiti kërkesën. Shiko, marrëdhënia e Marias me Jezusin ishte akoma më sofistikuar, le të themi. Ishte nënë e birë. E keni vënë re që nënat kanë një lloj influencë ose një lloj fuqie tek fëmijët e tyre. Edhe pse mund të jenë të mëdhenj, përsëri nëna e ka atë autoritetin. Bëje këtu se të griva mish. A i keni vënë re që kur ju thresin nënat përsëri ti ke atë, nuk i se ke frikë, nuk i se ke se do të rrafi, do të rrafi prapë. Po përsëri ke atë lloj ndjenje për të shkuar për të bërë atë çfarë po kërkon. Edhe pse mund mërzitesh në disa raste. Nuk e di si do ketë qenë toni i Jezusit në këto momente kur i tha: "Ç'ke me mua o gru? Po ai ime s'ka ardhur ende." Mirë, po s'kemi verë. Edhe i tha Jezusit këtë gjë, "S'kemi verë." Pastaj u kthye nga shërbëtorët, bëni gjithçka që ai t'ju thotë. Kur ne e paraqesim kërkesën tonë tek Perëndia, neve shpeshherë e lëm aty. Nuk bëjmë çfarë Perëndia na thot. E cila do të ishte një nga besim. Nuk e di, sa herë mund kemi shkuar ose keni shkuar në lutje tek Perëndia, edhe mund e keni akoma në listën tuaj, ose mund ta keni kaluar primare, mbi çdo gjë në jetën tuaj ku ndodheni në këto momente dhe i luteni Perëndis. Po përsëri thoni se bazoti për nuk do. E dini pse? Se ajo çfarë neve kur ne shikojmë pamundur që nuk do të ndodhi, neve themi pikërisht këtë gjë. Po lute po. Thjesht për të ndjerë mirë.
Dhe aty, vargu 6, ishin vendosur 6 tenë prej guri, sipas zakonit të pastrimit të judenjve, cila nxinte 2 ose 3 masa, pra ishin goxha të mëdhenj. Jezusi tha, çfarë fjalës ndodh? Jezusi tha, mbushni enët me ujë dhe ata i mbushën deri sipër. Kur Jezusi tha fjalën mbushni enët me ujë, çfarë do të thotë kjo? Mund të ishte mbushur çerek, gjysmë, por kur ai ka thënë mbushi enët me ujë, ka thënë mbushi plot. Edhe shpesh herë neve e lëm gjysmake marrëdhënien tonë me Zotin. Bëjmë lutjen, nuk i japim besimin. Bëjmë lutjen, nuk i japim kohën e duhur. Bëjmë lutjen, kemi frikë. Bëjmë lutjen, nuk presim. Jemi të cunguar të këtë gjë. Por çfarë ndodhi? Maria tha, nuk kemi verë, të shërbëtorëve bëni çfarë ai ju thot, edhe iku. Edhe Jezusi tha pikërisht këtë gjë. Ne, kur ajo çfarë duhet të ndodhi me ne është kjo gjë që kur ne shkojmë tek Perëndia dhe i kërkojmë Perëndis i paraqesim lutjen tonë, ne duhet shkojmë të ikim me besimin që Perëndia na ka dëgjuar lutjen dhe në kohën e tij ai do të na bekojë. Dhe do të na japi çfarë ne kemi nevojë, sepse ndodh shpesh që dëshirat tona ne i quajmë nevojë dhe Zoti nevojat tona i quajnë dëshirë. Dhe ndodhe pikërisht kjo gjë. Dhe mbasi i pari festës dhe pra nxirrni ata dhe nxirreni tani dhe çojeni të parit të festës, vargu 8, dhe ata ja çuan. Vargu 9. Dhe pasi i pari festës e provoi ujin e shndërruar në verë, ai nuk e dinte se çfarë kishte ndodhur, pra nuk e dinte që shërbëtorët i kishin nxjerr, na e erdhi kjo verë. I pari festës e thirri dhe në po mirë valla. Çka qekin kur bëhen dasma, zakonisht nxjerrin verën e mirë, bëhen njerëzit tap, e nxjerrin verë të keqe, ufull. Në lullaqe që të pijen aty, se dhe ufulla i duket verë e mirë. Por çfarë ndodhi? Ai e nxorri të mirën për më shumë. Sepse pikërisht Zoti i dha më të mirën. Edhe e bërin në dasëm. Edhe ne, kur ne presim që Perëndia do na japi, Perëndia do na japi të mirë. Ndonjëherë Perëndia na ka dhënë, por ne nuk kemi sy ta shikojmë. Kjo është çfarë duhet të bëjmë ne me veten tonë përpara me Perëndinë, në marrëdhënie me Zotin. Që ne, kur ne paraqesim lutjen tonë tek Perëndia, ne do ikim dhe le të ikim me besimin që Perëndia e ka dëgjuar lutjen tonë, me besimin që Perëndia do na plotësoj këtë pjesë. Në shumë raste, në shumë momente, do të shikojmë edhe më vonë sepse do të ndalemi tek mrekullitë e Jezusit. Jezusi kur shëroi edhe kur ndihmoi njerëzit, çfarë pyetje i bëri Jezusi aty? Tha, kur njerëzit e thrisin, o Zot më shëro. A do ti me të vërtet që të shërohesh? Po. Ke besim? Po. Dhe Jezusi e dinte që përgjigjet e tyre që ishin të sinqerta dhe vinin nga zemra dhe ndodhi ajo gjë. Dhe Jezusi në shumë raste thoshte, në qoftë se ti do dhe në qoftë se ti beson, atëherë ti je i shëruar. Pikërisht kjo gjë. Le t'i bëjmë këtë pyetje vetes tonë. Unë siç po sfidoj juve, po e ndaj këtë mesazh me ju, sfidoj dhe veten time. Kam dhe unë ato brengat e mia, ku shkoj dhe i lutem Zotit edhe ndodhet shpesh që se pikërisht nga që neve kemi gjërat në kontroll edhe le dim se çfarë do ndodhi, si do ndodhi, edhe nëse neve nuk arrim dot ta bëjmë këtë gjë, atëherë është e pamundur që të ndodhi. Edhe lutja jonë pastaj shkon e si fjalë bosh. Le t'i bëjmë këtë pyetje vetes tonë, e ndërsa do ta mbyllim këtë mësim bashkë. Kur shkojmë dhe i lutemi Zotit, apo shkojmë ne me të vërtet me besim,
a e dim ne? Maria e dinte që Jezusi do e bënte atë, e mund ta bënte. Por gjithashtu ajo e dinte që ai do e bënte. E kupton? Ka dy gjëra të ndryshme. Mund ta bash dhe do e bëj. Domethënë, në momentin që unë e paraqes kërkesën time, do të bëhet. Këto ishin dy gjëra të rëndësishme. A e dim ne që Perëndia mund ta bëj? Po. A e dim ne që Perëndia do e bëj? Po. Në qoftë se unë edhe ti vim përpara Perëndisë e paraqesim kërkesën e lutjes, kërkesën tonë me besim. Dhe bëjmë pikërisht çfarë Perëndia na thot të bëjmë. Le mos ta mbushim qypin ton të ujit të rek, i hodhëm një le të themi një kovë ujë, ajo mën 3 masa thoshte. Mos i hidh një mas, mos i hidh 2 mas, por hidhi pikërisht 3 mas. Atë mas që kërkon. Le të vim tek Perëndia me këtë lloj qëndrimi, duke kërkuar, duke besuar dhe duke bërë çfarë Perëndia na kërkon që të bëjmë. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej nesh. Zoti bekoft, Zoti u dhon paqe, edhe pikërisht edhe zgjuarsi dhe mençuri me maturi që të bëjnë lutje të tilla me besim e me durim.